Në xhamin Mustafa Pasha në Shkup që në orët e hershme të mëngjesit filloi ceremonia qendrore për festën e Kurban Bayramit. Gjatë programit solemn u lexuan ajete nga Kurani, ndërsa u interpretuan edhe ilahi në disa gjuhë në një atmosferë festive dhe shpirtërore. Në mesazhin e tij, kreu i BFI-s, Reis Ulema Sheqir Fetai, theksoi se Kurban Bayrami dhe Haxhi janë shprehje të besimit, përkushtimit dhe unitetit të besimtarëve, duke përcjellë mesazhin e dashurisë ndaj Zotit dhe njerëzit, si dhe të barazisë, devotshmërisë dhe respektit mes njerëzve. Në këtë ditë të madhe të festës së Kurban Bayramit, besimtarët me kënaqësi kryen obligimin hyjnor të prerjes së kurbanëve të tyre, duke dëshmuar në praktik se pasuria është dhuratë e Zotit dhe se ajo nuk është qëllimi i jetës, por mjet për arritjen e qëllimeve të saj, besimit, kujdesit ndaj vetvetes, ndaj njeriut, ndaj jetimit, ndaj të varfërit, dijes dhe mirëqenjes njerëzore. Kryemi ftyu theksoi po ashtu se Kurban Bayrami përçon parimin se veprat madhore kërkojnë sakrificë dhe se e mira arrihet përmes flimit, duke kultivuar te besimtarët vlera si maturia, urtësia, solidariteti, paqja dhe kujdesi për mirëqenjen e përgjithshme. Kjo festë e bën besimtarin të vetëdijshëm që të largojë nga vetja urrëtitjen, xhelozin, agresivitetin, nënshmimin, diskriminimin dhe përçarjen. Ajo simbolizon vetdijen e lartë mbi krijuesin, kujdesin për familjen e shëndosh, afërsinë me njëri tjetrin, urtësinë në veprime, dashurinë ndaj të afërme, prindërve dhe familjes, forcimin e lidhjeve ndërnjerëzore, shmangjen e konflikteve ndërmjet vendeve dhe kombeve, si dhe mbjelljen e paqes, tolerancës dhe solidaritetin për ngritjen e vetvetes, familjes dhe shoqërisë në përgjithësi. Pas namazit, ky bajram karakterizohet me therrjen e kafshëve në shenjë devotshmërie ndaj Zotit, një ritual që buron që nga koha e profetëve Ibrahimit dhe Ismailit. Festa karakterizohet edhe me veshje të bukura, ushqime tradicionale, vizita familjare dhe pajtim mes njerëzve.